Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, falënderimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamat i dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues dhe agjëruese, jemi në ligjëratën e 20 me radhë, tek cikli i ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Edhe pranë jush jemi me një emër të radhës të Zotit xhallahu ala, El Wali, që do thotë mbrojtësi dhe kujdestari i besim drejtve. Ky emër i bukur i Allahut Azza wa Jall është përmendur 123 herë në Kur'an për të treguar vlerën e këtij emri, për të treguar se Allahu është mbrojtës, përkujdesës, ngadhjemtar. Allahu Azza wa Jall i bën të ngadhnjejnë të dashurit e tij ndaj çdo armiku, i bën të ngadhnjejnë ata që i do. Allahu Azza wa Jall është El Wali, kujdestar dhe mbrojtës, tek i cili krijesat e tij mbështeten. Nga ai kërkojnë ndihmë, nga ai kërkojnë mbrojtje dhe përkujdesje. Allahu Azza wa Jall e ceku 123 herë këtë emër në Kur'an. Prej tyre tha Allahu në surën Al-Baqara, ajeti 257, Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu është mbrojtësi, mbikëqyrësi, kujdestari i atyre që besojnë, i nxjerr ata nga errësira në dritë. Tha Allahu në surën Ali Imran, ajeti 68, Wallahu waliyul mu'minin. Allahu është mbrojtësi dhe kujdestari i besimtarëve. Tha Allahu në surën Nisa, wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Allahu mjafton si mbrojtës për juve o besimtar. Allahu mjafton si ndihmtar për juve o besim drejt. Allahu tha në surën Hajj, huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahu është ndihmtari, mbrojtës juaj, sa mbrojtës dhe ndihmtari mrekullueshëm është Allahu Azza wa Jall. Kuptimi gjuhësor i emrit të Allahut El Wali do thot diçka i afërt që të afron, që është kundër armikut tënd. Veli është ai që e merr përsipër çështjen e dikujt tjetër që ta mirëmban udhëhec. Kurse i përket aspektit terminologjik islam, apo sa i përket lartëmadhërisë së Allahut Azza wa Jall, Allahu subhanahu wa taala është kujdestar i besimtarëve, mbikëqyrës i tyre, mbrojtës i tyre, përkujdeset me ta, për ta, me ndihmën dhe suksesin e tij, dhe i nxjerr ata nga errësira e kufrit në dritën e imanit, besimit. Allahu është El Wali, ai i cili u jep fitore besimtarëve. Allahu Azza wa Jall është El Wali, ai i cili është mbikëqyrës dhe kujdestar i besimtarëve. Allahu është El Wali, ai që ka marrë përsipër punët e robëve të tij dhe të gjitha krijesave të tij subhanahu wa taala. Dhe përkujdesi i Allahut Azza wa Jall ndaj krijesave është dy lloj. Përkujdesi e veçantë, e përgjithshme, që do thotë Allahu është Wali, përkujdesesh për të gjitha krijesat me përkujdese të përgjithshme, furnizimin e tyre me risk, rregullimin e jetës së tyre, pastaj u acakton kaderet, hajrin, të mirën, sherrin, dobin, dëmin. Andaj kjo nuk kupton që të gjitha krijesat janë nën kontrollin e Allahut Azza wa Jall, në mbikëqyrjen e tij. Dhe kjo mbikëqyrje, kjo përkujdes është e përgjithshme, qoftë për musliman, qoftë për jo musliman, madje për shtaz edhe për të gjitha krijesat e tjera. Përkujdesja e veçantë që me këtë kuptim ka ardhur më shumë emri El Wali në Kur'an është përkujdesja e veçantë për besimtarët, që është për qëllim përkujdesja ndaj tyre, ruajtja e tyre nga çdo armiqësi dhe çdo e ligë,
dhe një sukses në punë. Allahu Azza wa Jall është El Wali nga se u haruan besimtarëve fenë e tyre. Për kujdeset për ta dhe i mbron ata që të mos bien në gjëra të mëdha shkatruese, kufur e shirk, i mbron ata nga kurthet e armiqve. Siç tha Allahu Azza wa Jall, Allahu waliyul ladhina amanu. Allahu është mbrojtësi, mbikëqyrësi dhe kujdestari i atyre që kanë besu. Dhe kjo mbikëqyrje e veçantë është e kuzuar me besim të shëndosh në Allahun Azza wa Jall, me sinqeritet dhe pasim të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj Allahu Azza wa Jall tha në surën Yunus ajeti 62-63, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Misht e vlijat Allahut nuk kanë frikë në botën tjetër, e as nuk kanë brengosje. Të tillët janë ata që besojnë dhe i frikësojnë Allahut Azza wa Jall. Ndërsa në Sahih e Buhariut është regjistruar se pejgamberi sa ka thonë, Inna Allah Azza wa Jall qal man aada li waliyan faqad adhantu bil harb. Allahu Azza wa Jall ka thënë në hadithin kutsi, kush më armiqson një mik wali timin, kam për të shpallur luftë. Andaj Allahu Azza wa Jall pra është wali i robëve të tij, por ata janë miq edhe evlijat e Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo miqësi e Allahut ndaj robëve të tij është ndërlidhur me përkujdesin e tyre ndaj Allahut, duke ruajtur fenë e Zotit dhe duke qenë të nështruar dhe besimtar të devotshëm ndaj Allahut Azza wa Jall. Pra, emri i bukur i Allahut Azza wa Jall, i cili i ruan pra robërit e tij nga çdo e keqe dhe nga çdo që i dëmton ata. Andaj Allahu i ndihmon robët e tij, i ruan ata, u mjafton atyre, u adëgjën lutje dhe kërkesat dhe është afër me ta subhanahu wa taala. Andaj muslimani duhet të bëj përpjekje për ta fituar miqësinë, për kujdesjen dhe mbikëqyrjen e Allahut Azza wa Jall. Kuptohet evlijat më të afërt dhe miqt më të veçantë të Allahu Azza wa Jall janë pejgamberët, pastaj ata që vijnë pas tyre, pastaj të tjerët. Ata janë evlijat veçantë, ndërsa evlijat besimtarët e rëndomt janë evlijat e rëndomt sipas imanit dhe devotshmërisë së tyre. Allahu Azza wa Jall evlijat e tij, miqt e tij nuk i humb asnjëherë, nuk i zgjonjen. Ai i ruan dhe përkujdeset për ta në dunjë dhe në ahiret. Siç ka thënë Zoti Xhela Wala, lahum darus salam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Pra, Allahu Azza wa Jall për ta është dera e shpëtimit e Zotit i tyre. Allahu është mbikëqyrësi i tyre, do thotë edhe i punëve të robëve të tij. Gjithashtu besimtari e beson emrin e Allahut Azza wa Jall, që është El Wali, nga se me Allahun ai është fitimtar. Me Allahun Azza wa Jall ai është i suksesshëm këtë botë edhe botën tjetër. Andaj ka mundësi dikush me dëmtu kur Allahu në ki mik, kur Allahu Azza wa Jall është mbrojtës i joti. Për të arsye Allahu pyet dhe thot vallë, a mos zgjedhin ata mbrojtës tjetër përveç Allahut? Vetëm Allahu është i denjë për këtë punë. Sura Shura ajeti 9. Andaj nuk ka ndonjë të denjë përveç Zotit që mund t'ia përmbush shpirtit nevojën për denjësinë e Allahut, për ekzistencën e tij. Andaj ai është Allahu Azza wa Jall, që është Waliul Mu'minin, mik i besimtarëve. Allahu Azza wa Jall e shpërndan mëshirën dhe rahmetin e vet. Allahu u jep leje reve të lëshojnë shi. Dhe kjo është sa ai ka dashuri dhe është El Wali i robëve të vet. Gjithashtu çdo shqetësim i zemrës që të kaplon këtë dunjë. Prazmorja kryesore është të mbështetesh te ai i cili është El Wali, Allahu Azza wa Jall. Jetimi nuk ka kujdestar tjetër pos Allahu që është El Wali. Ai e ruan jetimin, ai e ndihmon jetimin. Andaj lutë kujdesarin ton që të jap mirësi, që të jap mbarësi, nga sa Allahu Azza wa Jall është ai që është El Wali, i ndihmon robërit e tij të mirë dhe ka garantuar se Allahu Azza wa Jall kur nuk i braktis ata që janë robër të sinqert dhe të nështruar ndaj Allahut
subhanahu wa ta'ala. Për arsye, jeto me këtë emër të bukur të Allahut, shtoje dashurinë ndaj Zotit dhe bëhu bamirës dhe kujdesu për jetimin, qish për kujdeset Allahu për ty, sidomos këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Allahu tha: "Wa ahsin kama ahsana Allahu ilejk", dhe bë mirë, qish ka bëu mirë ty Allahu azza wa jall. Gjithashtu, Allahu është wali i joti, mbrojtës dhe kujdestar, ai të jep krenari, ai të jep vlerë, fuqi, pasuni, ndihmon. Për të arsye Allahu tha: "Ni'mal maula wa ni'man nasir", sa ndihmtar dhe kujdestar dhe sa ndihmtar i madh është Allahu azza wa jall. Andaj Allahu është i plotfuqishëm, ai është el wali i besimtarëve, ai i ruan robërit e tij subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, besimtari kur e kupton këtë emër të bukur të Allahut azza wa jall, munduhet që në zemrën e tij me mbjell dashuri për Allahun dhe në zemrën e tij munduhet që mi dasht ata që janë evlijat Zotit. Andaj kujdes, sidomos Ramazan, mos bën padrejsi, kujdes se ka mundësi i bën padrejsi atij që është mik i Allahut azza wa jall, e ti nuk e din. Për të arsye me njerëzin përgjithësi, sillu mirë, me edukat dhe me moral të lartë. Kjo është e pjesa e parë të nderuar agjërues dhe agjëruese, lidhe me emrin e Allahut azza wa jall, el wali, që do thot mbrojtës dhe kujdestar i besimtarëve. Vazhdojmë në ligjëratën e ardhshme me pjesën e dytë të këtij emri të bukur. Dhe në takimin e ardhshëm ju lënë në kujdesin e Allahut azza wa jall. Ai di më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin.